Parku i Virojit edhe këtë fundjavë ka mirëpritur një numër të lartë vizitorësh, të cilët kanë zgjedhur të kalojnë kohë pranë natyrës. I vendosur pranë qytetit, ky park mbetet një nga destinacionet më të frekuentuara për shëtitje dhe relaks. Ne kishim vetëm 4 ditë për të bërë një udhëtim dhe zgjodhëm Shqipërinë, sepse ishte destinacioni më i lirë. Kështu që erdhëm këtu. Tani po kalojmë kohën në këtë park, mendoj se është shumë i bukur. Do të kthehemi sërish në të nesër në mëngjes për të bërë ecje. Më pëlqyen shumë peizazhet e këtij parku, ashtu edhe hapësirat e mëdha të hapura. Ne kemi zgjedhur parkun e Virojit për të kaluar fundjavën sepse na pëlqen shumë qetësia dhe natyra që ofron ky vend pranë qytetit. Na duket një ambient shumë i bukur dhe relaksues, ku mund të shëtisim lirshëm dhe të shijojmë ajrin e pastër larg zhurmës së përditshme. Vizitorët shfrytëzojnë hapësirën për të bërë aktivitet fizik si ecje apo vrap, por edhe për të shijuar qetësinë dhe pamjet natyrore që ofron zona përreth liçenit. Ajri i pastër dhe gjelbërimi krijojnë kushte ideale për çdo që dëshiron të largohet për pak nga rutina e përditshme. Për ne është një vend ideal edhe për aktivitet të lehtë fizik, por edhe për të ulur dhe për të shijuar qetësinë e ambientit. Vendasit këtu kanë një hapësirë të mrekullueshme për fundjavën e tyre. Në këtë mënyrë parku i Virojit vijon të mbetet një hapësirë e rëndësishme jo vetëm për vizitorët, por edhe për banorët të vendas, të cilët e zgjedhin shpesh për shëtitje, relaks dhe aktivitete të lehta në natyrë. Afërsia me qytetin dhe ambienti i qetë bëjnë atë një vend të përbashkët ku komuniteti dhe vizitorët gjejnë njësoj mundësi për të kaluar kohë të këndshme larg zhurmës së përditshme.